Numër i madh i zyrtarëve policor nga njësitë e specializuara zbarkuan dje në Prizren. Me urdhër të kryeprokurorit të Prizrenit, policia arrestoi 3 persona të dyshimt nga e njëjta familje. Arrestimi i tyre u bën në një operacion të realizuar policor kundër fajdes dhe detyrimit. E nga ky aksion janë arrestuar Eduard Kaçinari, Anton Kaçinari dhe Robert Kaçinari. Sipas informacioneve, Eduard dhe Anton Kaçinari dyshohen për veprat penale fajde dhe detyrim, ndërsa Robert Kaçinari dyshohet për armbajtje pa leje. 2 prej të arrestuarve u kapën në flagrancë duke kryer veprën detyrim pasi po i bënin presion viktimës që lokalet dhe shtëpitë e tij në vlerë 1 milion euro t'i vendoste në emër të gjyquarve si borxh për fajden e papaguar. Operacioni është realizuar nga njësitë relevante policore pas hetimeve që kishin zgjatur për një periudhë kohore, ndërsa gjatë aksionit janë ndërmarrë edhe kontrolle dhe veprime të tjera hetimore. Të dyshuarit janë shoqëruar në stacion policor dhe pritet të intervistohen nga hetuesit në prani të avokatëve, ndërsa për rastin është njoftuar edhe prokuroria kompetente.